Bismillah, Allah. Zoti ynë, ti që bekon dhe shëndron çdo gjë, bekoj dhe shëndroj ditën e shenjtë të Novruzit, bëne të përjetshme dhe të karrueshme ditëlindjen e Imamit Ali, imamit ton të madh, Ali Murtezas. Jepna mundësi që të festojmë, të përkujtojmë çdo mod, ashtu siç ai meriton. Fali popullit dhe qeverisë amerikane, lumturi dhe çdo prosperitet, se për hir të lirisë dhe demokracisë së këtij vendi, neve jemi sot këtu të praktikojmë lirshëm fen ton, traditën ton dhe kulturën ton, dhe mund të ngrëmë lart dhe zërin ton për padrejtësitë shekullore që na janë bërë. Zoti i madh, fali kolonisë shqiptare amerikane, bashkim, vllazërim dhe çdo mbarësi që mund të vazhdojë në përjetësi për të mësuar përpara idealet tona fetare dhe kombëtare. Zoti ynë, lutjet tona, ceremonitë tona, dhuratat tona, sakrificat tona, qofshin ndaj teje të pranuara. Amin, o Zoti i gjithë jetës. Një pjesë e madhe juaja besoj se e kanë marrë vesh që Profesor Trix ose Francis Trix është ndarë përpara disa muajsh nga jeta. Një besnike e tenj, një zonjë që vërtet e meriton për të përkujtuar nga ky podium. Ajo që neve na la të shkruar, atë çfarë ajo përjetoi me Baba Rexhepin, atë çfarë ajo kaloi me të. Ndoshta shumë prej nesh nuk e patëm fatin e madh që të ishin me ta, por patëm fatin e madh që Profesor Trix na i shkruante në libër. Profeti Muhammed thot, fjala shkon e shkrimi ngelen. Edhe ajo ka lënë një vepër të madhe për të gjithë ne, bijët dhe bijat shqiptar. Ne jemi një komunitet i vogël dhe fatkeqësisht nuk ishim përgatitur për një ndryshim kaq të madh që koha solli. Sepse mendonim që do të vazhdonim ashtu siç të parët tanë, me librat e babait dhe me librat e tjerë, por është e nevojshme që sot fëmijët tanë ta kuptojnë fen ton, rrugën tonë në gjuhën vendit, në gjuhën që ne flasim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë detyrë më së miri e bëri Profesor Trix. Neve jemi mirënjohës dhe i lutemi të madh Zot ta mëshirojë në botën e përjetshme. Dhe unë do të kisha dëshirë që për shpirt të Profesor Trix lexojmë të gjithë një Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. O Zot i vërtet, që mëshiron për gjithë besimtarët, mëshiron dhe për Profesor Trix, prej shpirtin e saj në qetësi dhe bashkoje me të mirët dhe me ata që i shërbeu gjatë gjithë kësaj jete. Qoftë e paharruar, dhe Zoti e mëshiroft Profesoreshën Trix, që do na mungoj, por që kujtimi i saj është i përjetshëm, sepse vetë puna dhe vepra e saj e bëri këtë kujtim që të përjetshëm. Mirë u kam gjetë të gjithëve, dëshiroj t'ju përshëndes të tanë juve, dhe t'ju uroj gëzuar festën Sultan Nevruzit, edhe festën e imamit lindjen e tina. Falenderoj Zotin për gjithë secilin për ju. Është hera e parë vërtet që unë marr pjesë në këtë bashkësi, po edhe një bashkësi bektashiane. Por jam mirënjohës Zotit, edhe babes së Litonit që kam gull, tash disa herë që unë vej me thënë të vërtetën, e i kërkoj ndjesë në sytë të gjithë juve, se unë nuk kam ardhur më përpara, por jam i kënaqur në zemër që kam ardhur këtu. Edhe shoh atë hir që Zoti ka ndërtuar prej parëve tanë, prej Baba Rexhepit, Dom Breks, Dom Muxherxhit e të tjerëve me radhë. Rrugën e kem të hapur, miqësia vjen prej Zotit, edhe dashuria vjen prej Zotit. Unë kam vetëm një fjalë për të gjithë.
juve, e besoj se të gjithë e keni kuptuar, por edhe e dini, por mi ja ban njeriu vetes një nder shumë të madhe, ashtë mja kërku Zotit hirin edhe bekimin që me ndërtua një marrëdhënie të vërtet me Zotin, për mi ja ban këtë mirë shpirtit, sepse njeriu i vërtet, tamam njeriu i vërtet është brenda nesh, njeriu ka shpirt, e vërtet se festa që ju keni këto, të i kujtua njerëzit e shenjtërahësh, që të i kujtua veprat e tyne shenjtërahësh, për këtë ja uroj gjithmonë bashkimin në fest, edhe një fest që themelohet në zemrën e Zotit e në vullnetin e tij. Kjo shibekua të gjithë e gëzuar. Mirë mbrëma, mirë si o gjeta. Ju falenderoj shumë e gjithë zemër për ftesën. Baba je më kurrë. Jo vetëm për te që po dhe për komunitetin tjerë, që në na kisha zoj se kisha shëpali, edhe familja gjithashtu. Du me të vërtet një falenderu se kur vim mesin të uj, e gjaj vedin si shpiteme, ma besoni. Nuk kam aksifje impresionim. Edhe ju e dini shumë mirë që gjaja marë rëndësishme në jetën tonë, ataja energjia që na të komuniteti, duke një energji pozitive, një pritse, ta më që ashtar dita shqiptare. Pranaj, kisha mirë thanë dy fjallë vetëm në gjuhën angleze, just for you young people, we should not forget the past, the history. If we do not know for where we come from, are now to be confused, and the future could be obscure. So please, please always get in touch with the history of our people, the history of your religion, and the history of Albania, in order to have a better perspective for the future. Zot një idejtë që ka dhe sot të kisha e jonë, në ka nëru me prezencën e ti, është një për atyne politikanëve që mundë me thanë që ka nërë për Shqipnia që e theksoj, të falenderu qenët fetare si vend bashkimit, edhe si vend që ruhet tradita, edhe që ruhet feja, që janë vlerat, shpirtnore edhe kulturale. Nuk e keni idenë sa ka kanë informative për ne, kur kena një historinë që jam sa llimshme, edhe është një histori gati e harrume. Gati e harrume, nuk është lënë mu kalu. Jo kemi një atë fjallën e vjetër që thot, kjo që harrot historia, gjajet kanë mu përsi. Kisha pas dëshirë që mu harru kja histori në që me mujtë për shkollë e hedë 1944. E mas me lanë me nollë ashtu si ka nollë. Po kam frikë se nuk rrim bashkë, nuk ju napim rëndësi, ashtu që kena lanë qeftës kosovare, e tjere për qamërin, kena me hupi herë për gjithmonë atë perë të Shqipërisë, që ka kanë zemra histori shqiptare, vetëm me shku pak, si për me pasarën si shmash. Ka ne vlazën e mota, na shqiptarë të diasporë, kena gjatë zakonisht shumë detyrime. E zëtë një drizje e përmenu, edhe vargjet e pamshlet panodit, ma hunan, më si frikë se ke djelë në Amerikë. Pra ne duhet mi kap, na kena shumë fronte që duhet me luftu, e që duhet mi përbalu, edhe që duhet me dalë të tiktarë. Kena mundësi, kena potenca intelektuale, kena dhe potenca shpirtnore dhe materiale. Pra ne t'i vemi në disponim. Adhe janë menim Zotit, kena me pacat e ullheca, ashtë zëtë një drizi, që i kam i dhanë po atë rëndësi dhe diasporës, me pas ministra, me pas përfaqësues, me pas antar të parlamentit shqiptar, ma të guvernit popullor, e më rrallë. Pra na edhe i herën, unë si me shtarë për ju dërtojmë ju, i dashtë në zëtni, i drizi, unë i na për rëndësi emnit. Emni një njeriu është shumë rëndësishëm, ka vlera mistike. Në përmet emnit, krijohet edhe herë si këtë që thonë, për ne me shtarë, për ne qena, babat edhe imam, gjithmonë një napi më rëndësi emni. Shumë më rëndësi shëm emni, ka një lidhje mistike, me distarës me fëmis, me Zotin.
a shumë e rëndësishme emri. Prandaj edhe musafiri jonë e ka emrin shpëtim. E ndashti malli zot ka me kanë shpëtimi, jeno për çamëri, e ka me kanë edhe për shpëtim. Ka një gjurata vlerë diplomatike. Të zoti Bekov, faleminderit edhe herë për shëndetën e gëzimit gjithmonë festin e Sultan Nevruzit, që babai më diftoi se dhe me thanë Sultan Mërët, e Nevruz dhe me thanë është festa mretnore, sepse është datinja e Imam Aliut. Zoti ju ruaj ju Bekov, rrof Shqipnia edhe rrof Shqipnia etnike. Amen. Mirëmbrëma, nderuar vëllezër e motra Bektashan, shtuar festën e Sultan Nevruzit. Mirë se kemi gjetë, nderuar babai Lider Bashaj, ju falenderoj për ftesën. Na moni shumë afër, jemi krenarve ju, mirë se gjetë me kryetari të QES Mynir Nazifi, konsullin i Republikës Shqipërisë, zotni Ekrem Bardha, përfaqësuesit e kishave Zoja Pajtore dhe kishë Shërgalit Kompret Galaj, kryetari i Partisë PDI-s Dimitrizi. Ishte kënaqësi që ne të pak më ju mram për iftar, që shtroi babai, u kënaqem shumë. Ju faleminderit, jam i gëzuar shumë kur e shoh sot, kam tash disa vite. Unë nuk kam pasur fat ta njoh baba Recepit, por kam pasur fat të njoh dy baba tjerë. Bashkë mirë për mua, baba Arshiun dhe baba Elidorin tani, që jam i gëzuar që tash kjo institucion është bë edhe një institucion edhe një shtëpi e jona e dytë. Keni përshëndetjet mot për zemërta nga kryetari i Federatës Panshqiptare Vatra, Dr. Elbi Berisha, edhe në kryetari i saj Alfons Grishtaj, që me pa mundësinë me marrë pjesë të ju urojnë përshëndetjet, ju urojnë gëzuar festën e Sultan Nevruzit. Dy fjalë pata për partinë PDI-ju dhe që janë një partitë si kanë met jashtë tokave shqiptare. Si që folëm mram zoti Idrisi, është e vërtet Federata Vatra ka punu pak për çështjen qame, por do të punoj pak më shumë. Edhe ju jap fjalën që këtë takim çështjen qame në takimin 3 mujor që ne kemi me Departamentin e Shtetit, do ta këshillojmë atë çështje qame të ditë një nga pikat kryesore. Gëzuar edhe herë festën e Sultan Nevruzit. Faleminderit.